tane me këtë ka shku letër. Babën ti e ke në burg. Ajo babën e ka në burg. Fakt për tezës tane. Okej, vazhdojmë më provokimet. Po të them, unë po të numëroj, Ja pra ta shpjegova, fakt se ti unë nuk nuk po kërkoj pranoje. shpjegim, Roger, nuk po kërkoj shpjegim. Po jo, unë do bëj vetëm. Sa herë ti e ke përmend babën. Mund të rreshtosh ti pa mbrojtur vetën. Letrën e babës e ke bë Zima, a ke lënë fjalë pa për letrën e babës që ka ardhur, nuk e di a ke lënë fjalë pa thënë. I bëj thirrje babës tan me ardhmë konfrontu mu dhe mirin këtu. Me ardhmë u ballafaqu me mu dhe me mirin. Po normal, çfarë ka problem me ne? Nuk e di unë kush ta jep të kompetencë. U bën 5. Kjo nuk e ka pas prezencën e babës dhe ka ardhur Big Brother për zhvillim personal. Vazhdojmë. 10 kam babën I thash aty. Jo, të ka qenë më përpara. 10 vjet babë ka qenë ironi. Mungon I thash. Jo, pra Roger, kanë qenë herët. Ja pra ta thash. Te dhoma ke thënë ti s'ke pas prezencën e babës, ti s'ke familje, je rrugës prandaj je e tillë. Te dhoma. Vazhdojmë. Vllai. Ti s'e ke dëgjuar fjalën e vllajt. Vllai jot nuk di çfarë Po se keni dëgjuar, se dëgjove. Ti nuk e di çfarë ke thënë atë ditën në borg. Vllai jot nuk është vlla se me pas qen vjen edhe të merr nga këto thirrjet e tua. Nuk keni dëgjove më. Dhe të thash. Nuk keni dëgjove më. E përmend e babën. Ja, po prit pse s'dëgjon, s'pëlqen. Dëgjoj. Tash e ke përmend prit një sekond. Tash e ke përmend babën, e ke bët cop. Ma ke përmend vllain, e ke bët cop. Tash si baba im, si vllai im, do ta kishe shumë për krenarit, ti kishe figurë atërore dhe vëllazërore. Më vjen shumë keq nëse harmonia që kemi ne në familje të intimidon. Fakti është që jemi njerëz me kulturë, me integritet, nuk jemi në përburgje, jekdojmë gjithsecili të lumtur dhe kemi një harmoni, po sepse